Prej 2 ditësh në media ka shpërthyer lajmi se Erion Veliaj nga burgu i Durrësit për të treguar se është ende kryetar bashkie, ka firmosur një urdhër për zbukurimin e Tiranës në prag të festave të nëntorit, si dhe për Krishtlindjet dhe Vitin e Ri. Me të rikthyer në detyrë, Erion Veliaj pas vendimit të gjykatës kushtetuese, shqetësimin e parë, duket se ka dekorimet për festa. Por për të treguar se kjo është vetëm një propagandë dhe stili mediave të tij, CNA sjell disa pamje nga Tirana që tregojnë se kemi përballë media që çdo herë kujdesen për të luajtur rolin e mbrojtësit të Erion Veliajit, që ndodhet në burg me 13 akuza dhe 5 vepra të rënda penale. Dekorimi i qytetit të Tiranës ka filluar ndoshta 10 ditë më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në zona të tjera të kryeqytetit. Prej më shumë se një jave, në qytet janë parë të vendosura zbukurimet, ndriçimet për festat e nëntorit dhe të fundvitit. Pamjet që shihni vërtetojnë këtë. Ndaj urdhri i Veliajit për dekorime është thjesht dhe vetëm një propagandë, një stil i mediave të kryebashkiakut për t'i dhënë zë asaj që Lali edhe nga qelia është i shqetësuar për Tiranën. Por në fakt, kjo nuk vlen më, pasi zbukurimet ka nisur ditë më parë, pra para urdhrit të Erion Veliajit.